Papa Francesku, papa I parë latin-amerikan dhe jezuit në historinë e Kishës Katolike ka ndëruar jetë në moshën 88 vjeçare. Vatikani I konfirmoi vdekjen e tij ditën e sotme pas një betejë të gjatë me pneumoni të dyfisht. E ndëroi jetë në orën 7:35 minuta të mëngjesit me orën lokale në Vatikan, siç u njoftua nga kardinali Kevin Farrell në kanalin televiziv të Vatikanit. I lindur si Jorge Mario Bergoglio në Buenos Aires në vitin 1936, ai u zgjodh pap në 13 mars të vitit 2013, duke pasuar Papa Benediktin e 16. Papati I tij u shënua nga përpjekjet për të reformuar Kishën Katolike me theks të veçantë te përulësia, drejtësia sociale dhe ndihma për një komunitet të marginalizuar. Ai ishte një mbrojtës I të varfërve, mbështeti bashkëtesat civile për çiftet e të njëjtit seks dhe bëri thirrje për heqjen e dënimit me vdekje. Megjithatë, papati I tij hasi edhe kritika nga fraksione konservatore brenda Kishës, të cilat nuk pajtoheshin me qëndrimet progresive. Në muajt e fundit, Papa Francesku ishte shtruar në spital për shkak të pneumonisë së dyfisht, një gjendje e përkeqësuar nga problemet e mëparshme me mushkëritë. Megjithse pati raportime për përmirësim, ai ndëroi jetë pas një përkeqësimi të gjendjes shëndetësore. Tani, Kolegji I Kardinalëve do të përgatitet për konklavën që do të zgjedhë pasardhësin e tij.